Me ndeshjet e Gjiros së 12 që u zhvilluan gjatë fundjavës, nisi pjesa e dytë e kampionatit 2025-2026. Në ligën e tretë në grupin Perëndim, lideri në rënditjen e tabelës klubi i futbollit Kamjani dhe pjesën e dytë të kampionatit e nisi fuqishëm duke mundur rivalin e kahmoqëm Dritën e Bukovinës me rezultatin e thellë 6-1. Pas përfundimit të ndeshjes, trajneri i klubit të futbollit Kamjani, Bekim Ziberi, për televizionin Koha tha se përgatitjet cilësore dhanë efektin e vet dhe në derbin kundër Dritës dhe se Kamjani mbetet pretendent për titullin kampion. Është vërtet që ngelemi pretendent mirë, po ne shkojmë lojë pas loje. Do të thonë çdo lojë marrëm me seriozitet deri në mbarim të kampionatit. Edhe pse dim se ndoshta do jemi cak nga ekipet tjera, mirë po qëllimi jonë është ngelim kampion dhe në lojën e fundit barazhit, nëpërmjet barazhit mundohemi edhe të qëllimin ku e kemi të plasohemi në ligën e dytë të Republikës së Maqedonisë Veriut. Pas kësaj fitore, Kamjani mbetet pretendenti kryesor për titullin kampion, duke u bazuar edhe në përkrahjen e banorëve të këtij vendbanimi dhe kushtet e infrastrukturës sportive. Me nuk qenë përkrahasit, domethënë, si veç e përmendet dhe komuna edhe bashkëqytetarët tonë, ne nuk do ishim këtu ku jemi. Ato na mundsuan edhe me kushtet, edhe siç e shihni stadiumi, domethënë edhe me infrastrukturë, është përmirësuar në maksimum, pa përkrahjen e tyre ne nuk do ishim këtu ku jemi sot. Rezultatet e Gjiros së 12, Kamjani Drita 6-1, Luboteni Dobroshti 4-5, Xhepçishti Vllazrimi 3-3, Vardari Napredoku 3-1 dhe Nenova Skënderbeu 3-1. Reqica ishte e lirë. Tabela në ligën e tretë, Perëndim e kryeson Kamjani me 30 pikë, ndjekur nga Vardari i Bervenicës me 24 dhe Vllazrimi i Kërçovës me 23 pikë.